Kjo shtëpi me një arkitekturë të veçantë është në pronësi të Kushtrim Nitaj. Shtëpia e familjes Nitaj ka rreth 400 metra katror. Nga jashtë shihen shumë taraca, të cilat të bëjnë të kuptosh se kjo familje pëlqen qëndrimin në ambiente të jashtme. Këtë e vërteton edhe rëndësia që i kanë kushtuar kopshtit. E gjithë hapësira ku është ndërtuar kjo shtëpi është rreth 500 metra katror dhe e gjithë kjo hapësirë është mbuluar me gjelbrim, si para ashtu edhe pas shtëpisë. Një kujdes të veçantë i kanë kushtuar edhe detajeve, sidomos fasadimit rreth dritareve, i cili është bërë me ngjyrë krem dhe në kombinim me kapemë e bën këtë shtëpi të duket edhe më madhështore. Ndërsa shtëpia është rrethuar me hekur dekorativ. Nga eksterieri i shtëpisë vazhduan për të parë interierin e saj. Sapo të hysh do të vije në sy një hapësirë e madhe e shfrytzuar për qëndrim ditor. Kjo hapësirë është e ndarë në 2 nivele. Pjesa qendrore e dhomës së ditës është nivelizuar më poshtë dhe duket më madhështore, jo vetëm për shkak të pozitës që ka, por edhe pozicionit të kaminit. Kamini në këtë dhomë të ditës është vendosur në qendër të saj. Pjesa e murit ku është i vendosur kamini është e punuar me burr të ardhur nga Maqedonia. Ky kamin e bën edhe më të ngrohtë këtë dhomë, mobiljet e së cilës janë me dizajn Bugatti. Pronarët e kësaj shtëpie kanë vendosur qëllimisht që mobiljet të kenë ngjyra të errta, të zezë dhe kafe. Ndërsa ngjyrat e errta nuk ndikojnë në ngrohtësinë e shtëpisë, pasi që dritaret e mëdha e bëjnë këtë ambient shumë familjar dhe të këndshëm për qëndrim ditor. E padyshim që në një dhomë të ditës nuk mund të mungojë as televizori. Edhe kësaj radhe televizori është i vendosur në një komodinë të drurit klasike. Pjesa e epërme e shtëpisë është e punuar me dizajn Raffaello.
E tani kalojmë te pjesa tjetër e dhomës së ditës. Edhe në këtë ambient janë përdorur ngjyra të njëjta si në mobiljet e nivelit të parë. Ndërsa ajo që të bie në sy kësaj radhe është kjo komodinë me libra dhe me pije të ndryshme alkoolike. Edhe në këtë dhomë nuk mungon televizori. Ndërsa pjesa përballë mobiljeve edhe në këtë pjesë të dhomës së ditës është e veshur me gur nga Maqedonia. Ajo që vlehet në këtë hapësirë është edhe ndriçimi, të cilit i është kushtuar kujdes i veçantë. Ndërsa tani vazhdojmë për në kuzhinë. Për dallim nga shtëpitë e tjera të cilat i kemi transmetuar deri më tani, kësaj radhe kuzhina dhe trapezaria janë të vendosura në një ambient krejtësisht të veçantë. Kjo kuzhinë është prodhim vendor. Ngjyrat janë përdorur të hapura në mënyrë që sigurisht të jetë një ambient më i ngrohtë. E këtë pjesë e bëjnë edhe më të veçantë edhe këto dritare të mëdha të cilat përveç që ndikojnë në ndriçimin natyror të kësaj kuzhine, mundsojnë edhe daljen në njërin nga terracat e kësaj shtëpie. Ndërsa tani ndrojmë ambient, kalojmë në dhomat e gjumit. Kjo shtëpi ka 5 të tilla. Njëra ndër to është kjo e cila ka ngjyrë kafeje. Ndërsa ajo që na tërhoqi vëmendjen ishte kjo komodinë ku ishin të vendosur 10 lloje të parfumeve. Në kuadër të kësaj dhome është edhe banjo. Pllakat në këtë banjë janë prodhim spanjoll. Kjo ishte njëra nga dhomat e kësaj shtëpie, e cila është në katin e parë, ndërsa ne vazhduam për të parë edhe 4 dhoma të tjera, të cilat ndodhen në katin e dytë të shtëpisë. Edhe një dhomë për të cilën do të flasim është kjo me mobilje të lëkurës. Ngjyra e këtyre mobiljeve është e zezë, ndërsa kjo komodinë është porositur enkas me këtë dizajn. Mobiljet në këtë dhomë janë prodhim italian. Edhe në kuadër të kësaj dhome është një banjo e cila sikurse edhe 3 banjo tjera është e veshur me pllaka spanjolle. Po ashtu kjo dhomë ka edhe dalje në tarazë. Ndërsa në vazhdim ju lëmë pamjet e 3 dhomave të tjera të gjumit, të cilat janë të rregulluara në bazë të shijeve të personave të cilët i shfrytëzojnë ato.
Kjo ishte shtëpia e Kushtrim Nitaj në Prishtinë. Ekipi i reportazhit Ma Pikturo Ëndrrën është duke vizituar shtëpi të bukura anëkën të Kosovës, por njëkohësisht ju ftojmë edhe juve shikues të nderuar të na propozoni shtëpi të bukura kudo në Kosovë duke na shkruar në fanpage-in tonë në Facebook Shtëpitë e Bukura të Kosovës RTV 21.